Përshëndetje miqt e mi Marakli, ju uroj një javë sa më të mbarë gjithve. Sot jemi me 27 tetor dhe unë du të tregoj këtë shartimin që e kam bërë në muajin mars me mollën. Është një trup molle të cilën e kam shartuar rreth 12 kalema të ndryshëm. Kam bërë mollë, plus edhe ka dhe 2 kalema darth, unë do t'ua tregoj kalem për kalemi se si ka shkuar kjo. I ka ecur mbar shartimi dhe ka zënë çdo kalem që e kemi vu këtu. Shife nëse je Marakli dhe je i apasionuar pas pemëve dhe jetës së fshatit. Ja pra, këtu kemi futur 2 kalema të ndryshëm, po t'i vesh edhe me vëmendje. Kjo është një moll Fuji dhe kjo është një moll ka tjetër kalem, është moll gjuri ajo atje më tanë. Vazhdojmë tek dega tjetër sipër. Këtu kemi një moll golden, e quajmë ne. Kjo është Fuji, po varietet tjetër, se Fuji kemi rreth 6 lloj Fuji. Këtë tjetrin kalem këtu e kemi moll varadece, e quajmë ne. Varadece bot me ca vara, është shumë e shishme. Pastaj këtu kemi tjetër dek. Tu kemi grasmith, dhe grasmithi është disa lloje, është molla jeshile, për ato që se kuptojnë grasmithin. Ja ki këtu, s'ka zënë ki këtu, si që shihni dhe vetë. Zhvillohet më pak jeshilja, vitin e parë dhe vitin e ditës shumë më pak. Kjo grasmith, kjo është një lloj verorje e vjetër, shumë kokër vogël, po piqet ndër më të parët. Këtu poshtë, këtu kemi një moll, është jenaton quhet, jenaton. Është një familje me ranetën ose kanadezën, po kjo bëhet e kuqe. Këtu kemi dardhën dhe këtu në moll, pse është moll, unë kam shartu edhe dardh. Nuk e preferon shumë, po bën, realizohet, po ta shohish, ja ka bërë ngjitjen këtu. Dhe është shumë në gjendje të mirë. Kjo është sikur ka qenë verore, kjo dek. Këtu kemi bërë moll. Kjo është verore, është tip tjetër, është shumë kokër madhe kjo. Kjo lloj flize është zhvillohet shumë kjo lloj. Dhe është rritur, e kam presh shumë herë. Pastaj këtu kemi një dardh prap. Kjo është dhe dardh dimrore, është zhvillu shumë pak, po ta shofish, diametri kësaj ka shku rreth 7-8 cm këtë vit. Është viti i parë, amo do zhvillohet. Këtu është tjetër dek. Kjo është stërking e zez, e quajmë ne. Stërking e zez është shumë e mirë. Po rekomandohet të konsumohet deri për vitin e ri, sepse bëhet si tip gjize kjo. Pastaj këtu poshtë kemi një moll, siç e quajmë ne, moll bahotje, dhe tjetra quhet John Golden. Kjo tjetra poshtë. Dhe kjo ka di. Pra, unë këto video i bëj për ato Marakli që kanë qef frutikulturën. Unë jo se jam agronom, apo jam një super specialist, s'kam mbaru shkollë për këtë profesion, babën e kam pas super specialist, e kam mësuar gjithçka nga ai, edhe bëj prova tilla këtu në fermën time, modeste, nuk është aq e madhe, po sa për mua dhe familjen time është e mjaftueshme. Madje kemi edhe për miq e shok tan ca gjëra, aq sa mundemi i shesim në për miq tan. Këtu kam vreshtin të shikamar ngjyrën më të bukur, sepse është fundi i tetorit, edhe këtej në vreshta mund gjesh edhe një rrush, pavarësisht se her pas here i ka kontrolluar ariu, të shiarit dhe ujshrit janë bërë një familje, vjen gjithë këtu dhe po na futën edhe në fshat. Në vresht kam bjell edhe qeshi, po ta shihni, sepse vreshti ka shumë punë. Kam vu rreth një 30 qeshi, këto quhen
Kjo lloj quhet sumit, është shumë kokër madhe. Këtë vit presin të marrin prodhim nga këto. Avash gjysmën e vreshtit do ta zëvendësojmë me këto qershi, sepse qershia ka punë shumë e pak, edhe është shumë më fitim prushse, dhe manon prodhimin brenda muajit nuk ke punë. S'ka brenda muajit me qershin mbaron punë, edhe dan shumë gjendje të mirë. Këtë vit inshallah u vjen mbar. Ja, këta janë në vitin e 4, po kanë prodhim këtë vit. Janë shumë mirë. Janë të ushqjara mirë, kanë marrë atë ngjyrën e vjeshtës, tipike. Edhe avash këto rusht këtu do t'i heqi. Ja pra, gjente këtu kënej kështu që i kanë harrua arit. Amo kjo që është super cilësor, sepse kanë lënë shumë pak. Mund gjem edhe tjerë, ja pra, që shijat këtu, kanë prodhim. Janë mbushur plot, sepse janë të ushqjera mirë, trajtuara dhe i kam trajtu, po t'i trajtoj t'i lë jo më të mëdhaja se 4 metër maksimumi kur t'arrin pjekjen totale. Ja, i kam shartu dhe kanë ikë shumë mirë. Për gjithë maraklit, Turq Diku juron edhe njëherë javë të mbar gjithëve. Respekte me këto pamje fantastike që kush është rritur në fshat e preferon fshatin, sepse vërtet është i bukur. Ka qenë shi shumë, po sot nga dreka është hapur dhe koha, edhe dolëm, shohim këte nga vreshtat, ja. Shi, qenë tek tuk, në i rush të prishëm që ka shpëtuar. E miq, është fantastike pra. Sa prodhim kanë qershit, si e tha prodhues, kanë bë shumë, tepër shumë. Kjo molla gjigande ka pas shumë, madje mund ketë dhe në tokë. Ja, ka kokra akoma. Nëse, shi, ki ka qenë e harruar, ka ranë tokë. Edhe tjetra, shi, ka njës të prishet pak. Është shumë mollë mirë. Është ranet, shi, është fantastike. Shi se, ka pas aq prodhim, se aq që pas në ranë tokë të shi. Kishte një javë që zvija këte. Kisha një javë shi, moni, ka marrë këtë ngjyrën e bukur, kush e se preferon këtë. E sa fantastik. Është shumë fantastik. Shi. Këta janë rushi pa ta bonë në plan verë dhe gjithë radhën e ditë zunë, sepse i prishin ngrica. E kështu mish, ka dal. Kur i kemi të pleruara mirë tokën, është mirë sepse bari rri gjatë gjithë kohës, edhe pse shkojmë prak dimri dhe ka ra shumë herë brim, rri bari jeshil edhe është në formë mjaft mirë. Pra, shi, tu përve kemi kumullat të shi, do të ikim për shtëpi. Respekte marakli. Tu. Dhe asfalti është fantastik, që shkon për fshatrat sipër. Kjo është asfalti më cilësor që ka dybra, dhe gjithë Shqipëria për flas për zonat rurale, sepse kjo rrugë është bërë për të shkuar në një minjerë sipër, që cila e ka bë Gjermani dhe ka rreth 25 cm asfalt i min.
Dhe është vërtet shumë piktureste dhe shumë e bukur, nuk dëmtohet, as bëhet fjalë që do dëmtohet kjo. Është vërtet e bukur.